informativ të orës 9 me mua Kamela Hysa këtu në Ora News për të ndjekur zhvillimet kryesore. Gazetari Enrik Mehmeti ka humbur jetën në një aksident të rënd të ndodhur në zonën e plazhit të Porto Novos në Vlorë. Sipas dhënave paraprake të policisë, Mehmeti po udhëtonte me një motor me 4 rrota, kur dyshohet se gjatë një manovre humbi kontrollin e mjetit. Motori u përmbys dhe u rrokullis disa herë gjatë aksidentit. Një pjesë metalike e mjetit e goditi rënd në krahëror, duke i shkaktuar kështu dëmtime fatale. Pavarësisht ndihmës së dhënë, gazetari nuk mundi të mbijetonte. Policia po vijon hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të aksidentit. Gazetarit Enrik Mehmeti do të jepet lamtumira përmes homazheve që do të zhvillohen në Pallatin e Kulturës nga ora 12:00 deri në orën 14:00. Enrik Mehmeti ishte baba i 2 fëmijëve.